Diskurstar. I kanë marrë, mas 20 vjetë, që e fëmi si ka olëru që ashtu, që ka ikë për venet vetë, ati si ka një ikë Miloševiqi, as Kërçalia, për venet vetë ka një ikën, janë bu 50 milion janë bu në Evropë, qëta është i ma në Evropë asi pluma qështu, qëta është i për 63% për të në kanë kalu në për procese gjyqësore. Tu njësë. E që ka të bëjë kjo me 21 turës, që të falë? Se së në gëjtë këto prolla ka kapëzër. Kjo asë nuk është zërtora një afërgjëq. Vetë hinë e lukave. S'ko që mi lukat, ka të për 21 turë, për shqiptare, për kombin. Lejti vendet Evropës, ata ka ligjën matë misë se ne. Që që është ty të ronë men për 21 turën? Jo, mu më kanon metin men. Në më kanon men. Kur kanon men? Atë këmë thonë, ku e kom të gjatë luktës, po me lëbu, ti na ka dhënë lëvizja deçonët, a ka lëbu me një Vatikani Kosovën, kaq, kjo është pyetja dhe mesazhi. A ka lëbu lëvizja deçonët me priftin të tyre me një Republikën e Kosovës? Ku ka ma mirë se me një më po katolik. Qysh po dënë? Evropat një katolik. Qysh një katolik? Si katolik një. Turqia ka nevojë Evropa për katolik. A doni të priftat që ka shërby vendin, që tha kjo xhellar po. 63% janë në për procese gjyqësore, çata. 50 milionë, 63% për dhënim, për vjedhje, dhënim seksual, çka tjetër, veç çka ka të keqe. Tën janë hinë për procese gjyqësore. Pa, për pëlqen sonde që ka orë me veshje kombëtare huaj që sa. Po kjo orë që kërë... A të pëlqen ty flamuri? Zebre të atë fore. Jo, lesko këtë fore. Kjo me vesh kingjen, uj këtë me vesh një lëkur të kingjit. Qa është o kjo? Se, ja, se kjo edhe shpikon muzik me shak. Pyetje, me që ti po të dërgua shumë katolik. Jo katolik, ti ke jetu në Australi. Shqiptar. Sa i integru ti në Australi? Kush? Sa i integru ti? Can we speak English now if you can prove yourself? Of course. How much? Yeah, talk to me please. Let the audience listen to us. Për çka po të më ful? Dëshmoje veten që ata muslimanë që ti pikesh atje në Evropë, edhe ti kur ke shku në Australi, jamin e ke post N-vert do me thonë dritë, a ka amin ma të bukur. Bravo, ja, ver dritë, dritë, ja. Po se dhe se, çka do me thonë? Zotit a ka morë dritën, e ke në nëshmu vetën, këto. Si do që tjetë? është e jotja, bënë qëfar të shpeje zgjede. Mos u mundoni me na qitë neve të rëzik shumë. Kë farë që u verë si kënë është dreq, kë mas pore, janë nisi me këthonë, për vitit 1850 e diçka. 45. 45. Shqiptarët janë ka luftuar për vitit 1389. Kër i kena pas universitetet e para, kur Gjermania s'ka pas universitet. Ku ka pas 39 në universitet? Që e të folë? Vlora, që s'ka pas edhe dusi. 1389? Po. A din që e të folë ti? Po, në po folë shqip. 1389? 1389. Po son të kalzoj sëri ma mirë se ti. Nuk shqiptarët zbashku me slavët kanë luftu kundër Perandërisë Osmane. Mira kanë bu. Po mirë dhe, po mështu s'ka pas universitet atë. Po atëre në konë Kërçali kretë një konë. Adim ka zëti mua, a je shqiptar. Unë jam shqiptar, në nacionalitet, jam musliman me fe, jam e vëprian me këtë... Në vitin 1444 qaj para arsjut, që ju konë shqiptar, qëpar feje ka posë? Cili? Qaj, para arsjut, qëka u konaj? Ka pos katolik, ka pos pagan. Po që kësë Skënderbeu, do ti musëm pengo, ti musëm po flasë para audiencë, që kësë Skënderbeu, Sadre, letat e audienca, këtë do me thonë ka bu namaz ma shumë se në veri. Se këtë kur ka studiu atje, në Perandërinë Osmane, në Stambol... Sebre ka bënë një gjota në gjami. Po, moj gjami. Po, leja të po, ka mojtë, s'po thëmë që s'ka mojtë. Edhe u falën, edhe kanë bo sënet. Qa me të tjetër sënë? Shka do me thonë kjo? Do me thonë, me dhunë kjo as pas ka mujtë me ikë ma herëta? A din që i këna mësua të prollat e kanë morë me dhunë? Po, pëse morën bashkë Skënderbeun? Po, e ka që bobaj vetë atje, me studiu. Se u konë do me thonë vend edhe burimi dijes dhe shkencës. Këta tash dolin a thoj neve, Skënderbeu e ka morë me dhunë. E pse u rikthyt ana Skënderbeu? Ç'të spajtoi noç? Pse u rikthyt ana në vend të vetë? Na dim problemet që kanë ndodhur pastaj në kumortu me shpjegu për histori. Unë po tregoj që ky Skënderbeu që ka shkuar atje në Stambol, që na dim shumë mirë edhe kërkesën e Ministrisë Punëve të Jashtme të Turqisë kur tha që mi permisu disa tekste, se na kemi edhe kriminal shqiptar që flasin gjuhën shqipe dhe masakra që kanë ndodhur nga dora serbe, edhe nga dora paramilitarëve. Që shumë tha një kolegë, tha, Çukulloda me gjuhë, tha, 1 vjet e gjys, të vron kryce jo me gjuhë me të pushke, me dëgju, nuk ka qenë e lehtë. E kush janë këta shqiptar? Këta janë shqiptar që për pak pare shiten,